Parlamenti i Hungarisë pritet të votojë një paketë ndryshimesh kushtetuese që synojnë largimin e presidentit. Aleati i kryeministrit Viktor Orban. Nisma është ndër prioritetet e kryeministrit Peter Magyar, i cili mori pushtetin para zgjedhjeve të prillit me premtimin për ndryshim të sistemit të ndërtuar gjatë 16 viteve të qeverisjes së Orbanit. Magyar e ka cilësuar presidentin Tamas Suljok dhe disa drejtues të tjerë të institucioneve si kukulla të paraardhësit të tij. Ai argumenton se presidenti nuk mbrojti shtetin e së drejtës dhe nuk reagoi ndaj retorikës përçarëse të Orbanit. Paketa prej 12 ndryshimesh kushtetuese synon të kufizojë ndikimin e rrjetit politik të ngritur gjatë qeverisjes së mëparshme. Partia e Viktor Orbanit e ka kundërshtuar nismën, duke cilësuar atë si autoritare. Edhe organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime. Amnesty International deklaroi se presidenti ka të drejtë për një proces të rregullt ligjor, ndërsa Human Rights Watch tha se mënyra e propozimit të kujton praktikat e periudhës së Fidesz. Nga ana tjetër, ish kryetari i gjykatës së lartë mbrojti ndryshimet duke argumentuar se Hungaria u shndrua në një shtet të kapur gjatë qeverisjes së Orbanit dhe se nevojiten masa të jashtëzakonshme për rikthimin e rendit kushtetues. Partia e Magyar gëzon shumicën prej 2/3 në parlament, çka i mundëson miratimin e amendamenteve pa mbështetje në opozitës. Magyar ka paralajmëruar se nëse ndryshimet miratohen dhe Suljok refuzon t'i dekretojë, do të nisë procedurat për shkarkimin e tij nga detyra. Megjithse posti i presidentit në Hungari ka kryesisht kompetenca ceremoniale, ai mund të kthejë ligjet për rishqyrtim ose t'i dërgojë në gjykatën kushtetuese. Sipas një sondazhi të muajit maj, 67% të qytetarëve hungarez mbështesin largimin e Suljokut nga posti i presidentit. Paketa kushtetuese parashikon gjithashtu kufizimin e mandateve të deputetëve në maksimumi 12 vjet ose 3 mandate, rikthimin e kompetencave të gjykatës kushtetuese për shqyrtimin e ligjeve buxhetore dhe rivendosjen e moshës së detyrueshme të pensionimit 70 vjeç për gjyqtarët e saj. Një tjetër element i reformës është krijimi i një zyre kombëtare për rikuperim dhe mbrojtjen e pasurive me kompetenca të zgjeruara për hetimin e korrupsionit dhe mbrojtjen e fondeve publike.